Gjykata e Shkodrës ka zbutur masat e sigurisë për 2 prej të përfshirëve në konfliktin e ndodhur në 16 korrik në ambientet e poliklinikës së qytetit, ku një person mbreti i plagosur. Në përfundim të seancës, trupa gjykuese vendosi masën në arrest shtëpie për Babe Bir, pasi rozoi akuzën fillestare të vrasjes së mbetur në tentativë, duke vlerësuar se provat e mbledhura nuk mbështesnin këtë dyshim. Sipas materialeve hetimore, nuk është arritur të provohet se 18 vjeçari ka pasur me vete një mjet prerës gjatë konfliktit. Para gjykatës, të dy të dyshuarit shprehen pendezë dhe deklaruan se përplasja ishte pasojë një debati të çastit që doli jashtë kontrollit. Por me masën në arrest shtëpie u la dhe Arben Kepoca, i cili po hetohet për veprën penale të armbajtjes pa leje. Sipas hetimeve paraparake, konflikti nisi për shkak të një mosmarrëveshje për radhën e pritjes në poliklinikën e Shkodrës dhe më pas degeneroi në dhunë fizike. Ngjarja u zhvillua në prani të qytetarëve që prisnin të merren shërbim mjekësor, duke shkaktuar panik në ambientet e institucionit. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave vijojnë.